Mosmirëmbajtja e luleve dekorative në qytetin e Shkodrës është kthyer në një problem serioz për qytetarët e këtij qyteti. Këto lule që shihni në pamje ndodhen në lagjen perash të qytetit të Shkodrës dhe rritja e tyre krijon situata shqetësuese. Problemi kryesor qëndron për drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk mund të shohin kur kalimtarët kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të rrugës, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre, sidomos në ato raste kur automjetet lëvizin me shpejtësi të madhe. Ai herë parë penguin herë drejtuesin e automjetit për me pa si të përkputjen e rrugës fëmijëve. Çdo kalim duhet me fjalë do të jeni me pa. E të dukshëm. Duke kanë i pati dukshëm, duhet ja punës pa çat rrezik. Për të shmangur çdo rrezik që mund të sjellin këto lule dekorative, duhet një ndërhyrje sa më e shpejtë nga institucionet që merren me rregullimin e pastrimin e këtyre pemëve. Stina e verës është periudha kohore që ka lëvizjen më të madhe të automjeteve si edhe të kalimtarëve në rrugët e qytetit, dhe këto të fundit nëse nuk tregohen të kujdesshëm kur duan të kalojnë në anën tjetër, mund të pësojnë ndonjë aksident. Por situata bëhet edhe më shqetësuese gjatë orareve të mbrëmjes kur pamja vështirësohet akoma më shumë.